kanë thënë gjitha raportet që kanë, ose çdo institucion ndërkombëtar që ka shkruar qoftë edhe 3 rjeshta për zgjedhjet në Shqipëri. Kështu që në këtë kuptim, ajo që ndodh sot në gjykimin tim në parlament dhe në politik, nuk është vetëm problem në partinë që unë kam nderuar, por mendoj që është në tërësi. Pra konceptualisht sot nuk ka më politik në Shqipëri. Sot ka disa krerë që janë në politik për arsye të ndryshme, me qëllime dhe vizione të ndryshme, dhe pastaj ka njerëz të nominuar të cilët nëse arrin të formsohen, nuk do të thotë kjo që është e keqe detyrimisht, ose ndërmjet tyre ka nga ata që bëjnë punën e tyre në mënyrë shkëlqyer, por nuk është koncepti i zgjedhjes. Ty si qytetar, po drejtohem me ty, ka humbur e drejta që ti të zgjedhësh. Pra ti zgjedh vetëm partinë, edhe atë prap në numra. Për shembull, nëse do të gjykoni me dhe zgjedhjet e fundit për Bashkinë e Tiranës ose për qarkun e Tiranës, reflektimin në përqindjet votave nuk ka asnjë sens me ndarjen e mandateve. Pra nuk mundet që pa marrë 50% votave qytetarë, është të marrë shumicë absolute të administrimit të kryeqytetit, po them si zgjedhje qoftë edhe parlamentare. Kështu që në këtë kuptim ty të ka humbur fare vota. Të ka humbur edhe kur je i lirë ta japësh atë si do, pa lë pastaj kur ti imponohesh nga krimi, nga institucioni, nga administrata që për hir të vërtetës është administrata jo më e keqe që ka parë ky vend, po në gjykimin tim secili prej me shumë pak përjashtime, secili prej punonjësve të administratës, po të hetohet ashtu siç duhet, do të ishte sot pas hekur. Ky është kontekst e të thonit politik, apo ju e besoni 100% se një gjë tillë nuk ka qenë më herët për shembull? Kur zoti Meta ka patur fuqi edhe më të mëdha, unë mendoj këtë gjë. Apo koalicion? Unë mendoj këtë gjë që në këto vite u bën 36 vite që fatkeqësisht ne nuk po dalim dot nga periudha e tranzicionit, përkundrazi duket sikur po ecim mbrapsht. Patjetër që nuk kemi pasur institucione të forta, patjetër nuk kemi pas balancë institucionesh, patjetër ka pas abuzime të pushtetit, këtë nuk e vën dyshim. Por në periudha të caktuara ka pas një limit, ka pas përgjegjësi individuale, ndërsa tani nuk ekziston më as limiti as përgjegjësia individuale. Tani, këtë e them me ndershmëri të plotë, ne bëjmë edhe punë private, kuptohet sepse jetojmë në këtë vend, dhe kuptojmë se çfarë po ndodh. Ta them me përgjegjësi të plotë, nuk ekziston një institucion në këtë vend me cilin qytetari përballet dhe të përballet me një punonjës shteti i cili e bën punën e tij me seriozitet. Pra që në momentin që ti përballesh me institucioni të sheh ty si një job. Dhe jo job që do shkojë arkës së shtetit, po job që do shkojë në xhepat e tyre. Dhe kjo është e padiskutueshme. Në këtë vend, ata që punojnë, se nuk dua t'i përgjigjsoj, sepse kjo për mua është frym që vjen nga drejtimi. Kupton, nuk është se unë mendoj që ai specialisti ka dëshirë të dalë nga shtëpia e tij dhe të përballet me qytetarin, po është frym. Dhe ti me çdo institucion që përballesh, shikon një shkatrim. Ata nuk njohin ligjin, nuk njohin rregullat, nuk njohin komunikimin me qytetarit. Ata njohin vetëm parat që shkojnë në xhepat e tyre. Dhe ky është një tmerr. Ky është realiteti që ne po jetojmë këto, nuk e kam as bindje, kam jetuar e jetojmë në përditshmëri. Kështu që merren në bazike, ne kemi fëmijë të vegjël. Tmerr për të çuar në çerdhe, tmerr për analiza, tmerr për spitale, tmerr për konsulta. Pra këtë merre që këtu, domethënë niste që nga aja, që sot ti të mundet të rrisësh një fëmijë pa e çuar shkollë fare, pa menduar tek shkolla, të ikën më shumë se gjysma e rrogës së muajit. Merr çmimet që ne paguajmë për të jetuar, të banesave. Ne si çifte të reja sot nuk kemi asnjë mundësi të blejmë banesa, ose të blejmë banesa të cilat do të shlyhen për 30 vjet, 40 vjet dhe po i shlyhem dot, po arritëm ta bindim bankën që rrogat tona mjaftojnë për t'i blerë, dhe s'po flas në qendër ose në Tiranë, tani po flas në periferi. Shikoni kostot e arritur me 60% kostot e jetesës. Këto s'po i them unë, to i thon qytetarët, i ndjen çdo ditë, po i thon edhe raportet. Tani të gjitha këto nuk janë perceptim politik. Nuk është perceptim se si kur kanë jetuar më mirë qytetarët, në 2013, në 2017, në 2021 apo në 2026. Këto janë të thënat, janë të faktuara, janë fakte, të thëna në raporte. Kështu që marrë të gjithë këtë konsiderat, mendoj që ne bëjmë pak të gjithë. Bëjmë pak për të lëvizur. Pra ju lexuat pak më parë, kur po unë isha këtu në studio me ju, tha që raporti i Bashkimit Evropian është dhe më i keq se ai që u paraqit.
ka një qëndrim më kritik, po. Dhe është shumë i zbutur se realiteti në Shqipëri. E di ajo që